Fillimisht dua t'ju pyes nëse ju gëzuat lajmit që LeBron James tashmë po vjen në Kosovë, këtë ka bërë të ditur, tashmë edhe ne jemi mjaft të gëzuar, por ju se e pritët? Po, është një rast i mirë që ai të njihet me Kosovën, të njihet ndoshta edhe me kontaktet që uroj që t'i ketë edhe kontaktet me Federatën e Basketbollit të Kosovës, të njihet sadokudo me atë që ka arritur basketbolli në Kosovë. E dim se çfarë emri është LeBron James, kështu që e mirëpresim. Do dëshiroj të ishte realitet? Nga që është një prill të po unë e kuptova shumë seriozisht këtë harrova që është një prilli. Si do të jetë, ne e kishim mirë pritur, padyshim. Do të ishte diçka fantastike. Faleminderit shumë për këtë befasi të mirë. Kërkoj falje për vetëm një plan i përgjithshëm kështu. Jo, më bëre një pyetje që asnjë informacion nuk i kisha për LeBron James, po thash mos bi kështu që nuk kam lexuar ose diçka, nuk kam qenë në kontakt me ata të basketbollit, kështu që kjo është etika e lartë profesionale, një gazetar i cili gjithmonë dëshiron të jep në hap me informacione. Faleminderit shumë që jeni pjesë dhe kërkoj ndjes nëse. Absolutisht. Mirë, si jeni fillimisht tribuniqe? Përndryshe LeBron James do të vi, sërish në Kosovë, kështu që mos ki gajle, kemi bërë një ftesë, kështu që mirë, faleminderit shumë mirë për ndihna në këtë studiet tënde, kënaqësi e veçantë, padyshim që më keni ftuar në këtë emision, do të shpalosi atë që kam bërë, ju e paralajmëruat, për vitin 1970 deri më tani jam aktiv në shumë fushat sportit, por edhe në basketbol, kështu që do të vazhdoj të jem aktiv akoma. I qëndron besnik, këtë thash edhe në fillim. Absolutisht, është kjo dashuria ime më e madhe, basketbolli, jo si lojtar aktiv, punëtor sportiv, pastaj edhe në gazetarinë sportive kam qenë shumë aktiv me komentimet, me emisionet që i kam bërë, do të thotë gjithnjë me basketbollin, por ka pas edhe emisionet tjera që kanë qenë jo vetëm të basketbollit, por kanë qenë edhe të futbollit e kështu me radhë. E dim që keni eksperimentuar, themi atë fjalën eksperiment në kuptimin e mirë të fjalës me shumë sporte, duke kaluar ndoshta nga sportet individuale tek sportet ekipore. Kam fjalën nga ping-pongu në basket. Po, ka qenë viti 1970, ku rastësisht ka qenë qendra e pionierëve afër Radio Televizionit Kosovës, aty jemi të buar ne fëmijët dhe ka pasur tavolinat ping-pongut, aty kemi filluar dhe më pastaj zhvilluar me tutje, duke kaluar në ku është tani Teatri Dodona, aty kemi ushtruar. Dhe kam qenë një prej ping-pongistëve, thuhet që kam qenë i talentuar, madje në një kampionat të Kosovës, të Krajinës në atë kohë, isha i treti, për fat të keq nuk arrita që të shkoj në finalet. Do thot prej vitit 1970 jam me sportin, jo vetëm që kam luajtur ping-pong, mirë po gjithmonë kam qenë i interesuar për të shikuar ndeshjet e ndryshme apo sportive, qoftë volejboll, qoftë futboll, do thotë gjithmonë aktiv dhe interesi im ka qenë gjithnjë për